Pse fitoi Albin Kurti ka shumë vota në zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025. Në zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025, Lëvizja Vetëvendosje fitoi bindshëm duke fituar rreth 50% e votave. Por pse fitoi kaq shumë? Faktorët për këtë fitore janë të ndryshëm dhe të shumtë, por po i përmendim disa prej tyre. Arsyeja e parë është dënimi i blokadës politike, faturë të cilën të plot thuajse e paguajti LDK-ja. Kujtojmë se Lëvizja Vetëvendosje kishte bërë kërkesë për koalicion LDK, e cila kishte refuzuar kategorikisht. Refuzimi i kësaj kërkese për koalicion e penalizoi LDK-n, e cila për 10 muaj i humbi rreth 5% e votave, të cilat kaluan në vetëvendosje. Arsyeja e dytë e kësaj fitore kaq të madhe është fushata dinamike e Albin Kurtit, i cili vizitoi çdo qytet, fshatra të shumta e madje edhe lagje. Ai zhvilloi takime të drejtpërdrejta me qytetarë, gjë që i mungoi shumë opozitës. Në këtë fushat u dhanë dy përshtypje, e para është se Albin Kurti po e zhvillon atë me pasion, ndërsa për opozitën fushata është bërë një rutinë monotone e zakonshme. Arsyeja e tretë e kësaj fitore është puna e Albin Kurtit me të rinjt. Në momentin kur Albin Kurti del dhe bën video të stilit Get Ready With Me, ai flet me gjuhën e brezit të ri. Është gjuha e 2007-shëve ku shumë prej tyre kanë votuar në këtë zgjedhje për herë të parë. Kurti punon me votuesin e ri, flet me gjuhën e tyre për dallim nga opozita. Votuesin e ri nuk e tërheq liria ka emër, nuk e tërheq rrugovizmi. Votuesin e ri e tërheq gjuha e kohës së tij. E këtë dëshmoj Kurti duke marrë vota nga kjo shtresë votuesish. Arsyeja e katërt padyshim janë mergjimtarët. Dihet që mergata masivisht janë me vetëvendosjen, në këtë zgjedhje ata mobilizuan masivisht, erdhën në Kosovë dhe votuan. Për këtë ishte vendimtare edhe data e zgjedhjeve, e cila përkon me pushimet e tyre në mergjim. Kjo është një nga faktorët kyç që i dhanë një mbështetje elektorale vetëvendosjes në këtë zgjedhje. Arsyeja e pestë janë politikat sociale të qeverisë Kurti, e cila rregullisht ka ndorë shtesa sociale për fëmijët, nënat lehun, pensionistët e studentët. E këto kategori e përbën një numër të madh të popullit, e cila në fund ndikojnë në verdiktin final. Si përfundim, fitoria e Albin Kurtit është kombinimi i ndëshkimit të kundërshtarëve, fushatës aktive, komunikimit të tij, mbështetjes së mergastës dhe shtesave sociale.